gjë. Do të dikush ka ofendon fen, çu do të më mirë. Nëse ta ofendon fen, mundosh maksimalisht me fjalë më të buta sa më të mirë, ja bë me di se ti ke bën një katastrofë madhe, ti ke bën një sen të rrezikshëm e ke dhuru Allahun xhaleshan, maksimalisht. Nuk e kthem me të keqe. Ja bën me di se ke bën fut ke frikë Allahun, pendoj për Allah të çot. Ndryshe jo, nuk kanë shariat çfarë të thënë. Mundosh çka me të vërtetën. Çfarë vepre ke bën? E ke dhuru Allahun xhaleshan. Pendoj sinqerisht, bë vepra të mira. Minja thot bë vepra të mira. Me shpresë Allah më afrohet gjithë sash. Po në vazhdimim kur thosh për Allahun me çesi. Zban, nuk është mirë. Shawra është rrezikshëm, më në mend. Ju e dini ajetin, tash kanë gallzuar ajetin që ka zbrit për shkak të xhanëve. Ka qenë janë dy sahabët, njëri ka ardhur e ka dëshmuar me të sahabët, ka thënë diçka. Shokët e pejgamberit, ata janë shumë tuta veca, frigacak, kanë marrë barkat me frikë thot, edhe janë nuk shkojnë na për luftë. Njëri ka thënë, ti i thon këtë fjalë? Vallahi thot ti munafik, se këtë fjalë nuk i thot doni besimtar, vetëm se munafiki. Edhe është nisë një është drejtuar me shkutën e Resulullah alayhis salam i tregu. Duke shkuar rrugës vetëm se Allahu e pat lajmëru, edhe i pas vrit ajete. Qul billahi wa bi ayati wa rusuli kuntum tastaziyun la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah ka zbrit thot thuaj me Allah, ama ajete dhe faktet e Allahut dhe me pejgamberin, po bëni tallë, nuk ka arsye, mos arsyetoni vjen. Por ju s'ka justifikë arsye. Keni dal pe fes pas që keni besuar. Thot transmetuesi, kur kanë treguar Resulullah, thotë kanë pa çaj që ka pa tallë, i shfaqë Resulullah për dek thotë, "O ja Resulullah, valla ka baj ka se kanë pas për qëllim." Thotë pejgamberi të gajetet, "E billahi wa ayati wa rasuli tastaziyun", a me Allahun, a me pejgamberin, a me ajetet Allah po pa tallë. Nuk ka arsye të kjo rrezikshëm, ai që shon, ai që fin fejen, Allahu xhaleshanu, dinë Allahut, natën e vorrit, ditën e gjykimit, çdo simbol për simbolet e fejes, ky njeh me automatizëm del për fejes. Për ta ka frikë, për ta thot pejgamberi Allah, ndodh që njeriu thot një fjalë, nuk i kushton kujdes asaj fjalës, me atë fjalë i dhon Allahun 70 vjet në xhenem, shkon. Edhe kundërta, ndodh që njeriu thot një fjalë, me atë fjalë nuk i kushton kujdes, mirë po e kënaq Allahun 70 vjet në xhenet shkon. 70 pranvera. E thoni fjalë që janë fjalë banale. Wallahi ne nga nervoza e thava. Nga nervoza ku nervozosh, a shon grën tonë, në tonë e shon. Jo, pa tërë me automatizëm, s'pas ka me zemrën tonë kur fal madhëria Allahut. Allah asesi. Po ata keni frikë se njeriu me gjys kaje del pe fes me gjys në fe. Na çushimin në fe, duhet të thon shahadetin, po në jetën ku ka shansa me gjys fjalë del i dhron Allahun. Do të më qol vigjilent. Ka thënë Hasan Basri besimtari menon mirë, nuk fol para se menu. E menon pastaj, ai kënaq Allahun e nxjerr për ndryshe e zotron. Në nuk kemi nësi a lopa, gjitha sa shka na vjen me gjujt. Du të më kujdes, sa më kujdes, maksimalisht, me numru fjart. Jo shumë e folit, sa ma pak, ama të kontrolume. Më kujdes.